Një nga kapitujt më të dhëmshëm dhe tragjik të historisë shqiptare është sjellë sërish në vëmendje përmes artit të kinemas. Veç me majtë shpirtin gjallë. Këto ishin fjalë të babë. Qyteti Ferizajt ka mikpritur mbrëm shfaqjen premierë të filmit Masakra e Tivarit me regji dhe skenar të Mentar Hazirit. I ndërtuar në formën e një dokumentari, filmi gërshëton me mjeshtri fotografitë, materialet arkivore, autentike, dramatizimet skenike nga aktorët dhe rrëfimin e pastër historik. E ata që po në Shkodër nuk guxuan nga regjimi Enver Hoxhës, i cili kishte kesh në këtë regjim. Ky kombinim artistik sjell në jetë një plagë të hapur të kujtesës kolektive shqiptare, e cila ka lënë gjuhën të pashlyeshme ndër dekada. Në një rrëfim më të detajuar, regjisori dhe skenaristi Mentar Haziri zbulon prapaskenat e këtij projekti, mënyrën e strukturimit të narrativës, si dhe dëshmitë e faktet e fuqishme historike që kanë vënë në pa përmes kësaj vepre të ndjeshme kinematografike. Po mirë është një projekt që më punut prej mujt janar, më thonë, po flas për filmin dokumentar që sonte kam shfaq, është një përmbledhje e krejt përvojës tem e tregimeve gjysh jam ka jek në Tivar, edhe është një projekt që kam realizu me dy historianë si Jusuf Boxhovi dhe Axhi Ademi, edhe kam aktor Kosovës këtu të mëndë Ferizajt e Vitis, që më kanë ndihmu me realizu që atë farë ngjarjen që ne më kam dashur me tregu si rrëfim. Nuk është një film artistik, është një film, një drama dokumentari, është më shumë video sensibilizuese për të gjithë shqiptarët kudo që janë sa i përket kësaj tragjedie, për cilën është folur shumë pak. E ky domethënë është qëllimi që atë sensibilizohen të rinjtë, të gjithë ata të dinë se çfarë ka ndodhur gjyshërve tanë në fund vitit 1945 në Tivar, ku i kanë marrë 35.000 nga Kosova dhe 4.500 i kanë mbytur në Tivar. Premiera në Ferizaj u pasurua nga prania e vet aktorëve dhe ekipit të realizues, duke i dhënë ngjarjes dimensionin e një manifestimi madhor, si kulturor ashtu dhe historik. Mbrëm u përmbyll në mënyrën prekse me interpretimin e baladave dedikuar viktimave, duke shndruar shfaqjen në një homazh